që nga 2013 ky objekt nuk funksionalizohet për arsye nga më të ndryshmet. Këtë objekt janë investu miliona taksapaguzve të Kosovës, edhe situatën ne jemi në këtë gjendje ku nëse nuk arrim me funksionalizu objektin e ri të Fakultetit Bujqësisë edhe të Veterinës, atëherë ne do të na mbyllet fakulteti. Hiç më pak se sot do të na mbyllet fakulteti. Nuk kemi asnjë mundësi mo me akreditu programet e fakultetit në fjalë, qofse ne nuk e kemi objektin. Ne nuk mujna me zhvillu studimet në rrugë ose nara dikon. Ne na nevojitet një shtëpi. E Fakulteti Bujqësisë edhe Veterinës nuk ka shtëpi. Letë largët depot ilegale cilat ne kanë vendosur kampusin e Universitetit Prishtinës, na mundësohet largimi bartja e largpërçuesve në shtyllën e re, e cila është financu pashtu nga buxheti i Universitetit të Prishtinës, dhe të gjitha çështjet tjera do të sqarohen procedurat të rregullta. Ne nuk jemi të interesuar që ta tensionojmë citatën. Mirë po, nëse nuk ndodh kjo, ju premtoj publikisht që në fillimin e javës së vjen, ne do të ndërmarrim gjithë hapat se nuk kemi kohë më për të humbur. Do të ndërmarrim gjithë hapat që të largojmë atë depo ilegale në tokën e Universitetit Prishtinës dhe me këtë ta hapim rrugën për funksionalizimin e objektit të ri. E hapat do të jenë deri tek do të shkojmë në nder Kecit e do t'i pengojmë ata me hinë shpinë e tyre ku e kanë. Zbashku, une me profesor, me student, do t'ju shkojmë këtu ku e kanë zyre qendrore dhe do t'ja blokojmë ne derën edhe pronat e Universitetit Prishtinës kanë qenë për vite, për dekada nën atak dhe të cenuara. Ftoj publikisht të gjithë vllabrusit e pronave të Universitetit Prishtinës që t'i mbledhin kuferat që në këtë vikend dhe të largohen nga gjitha pronat e Universitetit Prishtinës. Për ndryshe, ne do t'i dalim zët pronës tonë të Universitetit Prishtinës. Por kur kemi fjallën tash te kampusi i Fakultetit Bujqësisë, atje ne kemi edhe biznese ndryshme private. Pra, sikur edhe këtë Lesna dhe Jona Med në spresin marrë situatën e njëjtë siç jemi në orë tash në Kutën,